Jemi rikthyer sërish dhe do flasim për zhvillimet ndërkombëtare, por edhe për zhvillimet në vend dhe kam nësit kem kolegun Gens Burimi. Gens, përshëndes, faleminderit që bashkove. Po, Gens, po nis pak me zhvillime më të fundit nga lindja mesme. Sot do ketë një takim që Irani nuk do jetë, po ndërkohë premte në Paris patëm dhe atë takimin e liderëve evropian. Nga një koment shkurtër për këto dy zhvillime dhe më pas ndalim te zhvillimet në vend. Shiko, mund të ndryshojnë gjërat prapë. Më ranë mund të gjithçka ndryshon me orë. Me orë, po që jemi sot me siguri në ndryshim të strategjie amerikane, pra mbasi kuptuan që bombat nuk sjellin rezultat, tani po provojnë asfiksin ekonomike, kjo po luhet sot. Dhe mund të funksionojnë sepse sipas dëshmimeve nga Irani ka probleme shumë tani furnizimi me karburant, popullata po, por edhe vetë portet e rendit, portet usharake, kështu që Irani është një vend që importon gjithçka, përveç hidrokarbureve, por edhe rafineria e tyre kryesore është shkatruar, kështu që në këtë shau jemi tani. Amerika po aplikon Iranin të njëjtën metodë që po aplikon në këtë moment edhe me Kubën, pra asfiksin ekonomike, të shohim. Okej, ndërkohë takimi i Parisit si u duk? Çfarë provoj për ty? Është si me Ukrainën, pra ai takimi i vendeve vullnetare. Edhe me Ukrainën ishte takim që bëhesh për ato vullnetare, ishte pra takim për një koalicion pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, edhe të rast e njëjta gjë është, pra është arritja garancia e sigurisë në gjirin e Hormuzit pas përfundimit të konfliktit. Mua më duket më shumë në rëndësi takimi mbrapa, se dje ka shkuar shefi i përgjithshëm i shtatëdhënisë franceze ka shkuar në Oman. Dhe me lejen ose më mirë jo me lejen, pra të s'me leje, por me konsultime me Iranin. Pra të tregon se ka po bëhet, po që gjithçka dhe njëherë s'mund ketë asgjë përpara se të arrihet një paqe Iran-SHBA Izrael. Dhe jemi larg paqes, sepse siç e nisën në këtë emision, ende nuk dihet pra nëse Irani do të shkojë apo jo në këtë raund të dytë negociatash në Pakistan. E kuptoj. Gens, me lejen tënde se do dua të marrë aty një koment, kam kolegen Sara Demushi tek Pallati Djegur, se do të pyes aty më pas nëse për ato çfarë ndodhi, se ishte besoj ke parët i pamjet. Sara, së bashku me operatorja Smeldaja, tashmë jeni brenda pallatit. Lutem trego pak Sara si është situata, më bëj një pasqyrë të gjithë asaj çfarë sheti aty ose çfarë ka mbetur. Nga ato godina kam me kolegu Gens Burimi që nëse do ketë pyetje dhe Gensi mund të ndërhyj, por tani jeti Sara, linja për ty. Euronews Albania tashmë është zhvendosur në një nga apartamentet, brenda apartamenteve, për të parë nga afër se cilat janë pasojat reale që ka lënë zjarri i pasditës së 14 prillit në zonën e njohur si Farmacia 10. Ne do të sjellim për gjithë teleshikuesit të cilët janë duke na ndjekur në këto momente pamje të drejtë për drejta të gjithë asaj çfarë ka ndodhur pasi zjarri përfshiu pallatin 12 katësh, ku siç edhe kemi thënë më herët bëhet fjalë për rreth 30 apartamente, ndërsa sa i përket të dëmit i cili është shkaktuar nga ky zjarr ende nuk janë bërë bilance, do të jenë autoritetet ata të cilat do të bëjnë bilancin e të gjithë dëmeve të shkaktuara, ku në fakt edhe në komunikimet që kemi pasur me një pjesë të banorëve të këtij pallati shprehen se disa i kishin marrë këto apartamente me kredi, një pjesë tjetër jetonin me qira prej disa kohësh dhe vlen të theksohet se këto apartamente, ky pallat ka hyrë në funksion dhe është bërë i përdorur në vitin 2021. Në fakt, kjo është hera e dytë që përfshihet nga zjarri, ndryshe nga hera e parë ku ka qenë e mundur dhe është bërë më shpejt nga ana e autoriteteve për të vënë në kontroll. Në fakt, pasditën e së martës së shkuar kanë qenë mbi 6 orë ku shërbimet zjarrfikse kanë luftuar si me zjarrin, po ashtu edhe me kohën për të bërë të mundur evakuimin e banorëve
orëve, ku kujtojmë se si pasojë e këtij zjarri u dëmtuan 11 persona. Ne tashmë jemi në sallonin e një apartamenti. Ajo çfarë ka mbetur nga ai sallon, duhet të thënë, më saktë. Për drejta. Çdo gjë është e shkatëruar dhe dal jashtë funksionit. Flakët kanë përpirë në pak minuta çdo gjë. Në fakt, ky zjarr thimi sjell edhe një herë në vëmendje mënyrën se si sot po ndërtohet në Tiranë, pra cilësia e ndërtimit, ndoshta duhet marrë shembull, ndoshta duhet tërhequr vëmendja ndërtare, ku çdo pallat pasi kalon fazën e kolaudimit, do duhet që më pas të jepet për të shitur apo për të dhënë me qira, ndoshta do duhet një thirrje për gjitha autoritetet që të ndryshojnë mënyrën apo çdo gjë tjetër, pasi ky nuk është rasti i vetëm, po ky është një rast i përsëritur ku pikërisht fasada e ndërtimit të pallateve që po ndërtohen në Tiranë bëhet më pas fatale për të shkrumbuar gjithçka në pak minuta, pasi ne kemi ndjekur nga afër të gjithë operacionin dhe ndërhyrjen e shërbimit zjarfikës. Siç jeni duke parë në këtë pamje të drejtë për drejta, tashmë çdo gjë është jashtë funksionit, sigurisht duke u nisur edhe nga materialet të cilat ka kjo banesë, rendit, sigurisht janë dëme të konsiderueshme, të cilat pritet të përllogaritën, por ende nuk ka diçka zyrtare sa i përket mënyrës së kompensimit apo se si do veprohet më pas nga ana e organeve të cilat kanë kompetencë për të marrë pikërisht me këtë situatë, pavarësisht se siç e theksuam edhe më herët, kompania e ndërtimit deri në këtë moment ka marrë përsipër rindërtimin e pallatit. Okej. Pra këto janë pamjet që vijnë nga një prej shumë apartamenteve të djegura në këtë pallat në farmacinë 10, pra shohim pamjet, kjo tualeti tërësisht i djegur, i shkëmbuar me si diçka tjetër. Gens, nuk e di nëse ke një koment, jam pa me kolegën Sara Demushi live edhe Sara të ndjek nëse ke pyetje, kur shek të pamje, kur shek të zjarr. Jo, pamjet flasin vetëm, për Sara kisha një pyetje unë për atë. A ndoqi kryeministri në ditën e diel pikërisht ustarën të dëgjova zjerat i quhet si gjithologë, të cilët guxojnë dhe vënë në pikpyetje cilësinë e ndërtimit. Jo Karama, është Shkëndi, nuk është. Pra pyetja që kam unë është, a ekziston në Shqipëri në këtë rast komisione hetimore, ndoshta jo dhe parlamentare? Ka në të rast të tillë domethënë që do të smerë me kryeministin, se është ai gjithologu, është ai që merret edhe me hidrokarburët, edhe me gjeopolitikën, dhe me bujqësinë, dhe me ajtin që duar si. Është ai që bën të tjerëve atë që është vetë. Çështja është në realitet nëse kjo përfaqëson një problem ndërtimi, cili flasin ekspertët që quajnë edhe problemin e ventilimit, pra fasadë me ventilim, pra që fasada ku përveç fasadës romane, ndodhet dhe ky reliefi, pra si një puzzle, dhe janë ato gropat, ato vrimat e reliefit që krijojnë këtë lloj efekti xhak. Shumbur, Rama se pranon i quajnë gjitholog, por nëse kjo është e vërtet, do të thotë që të tjera ndërtesa janë po ashtu viktima të mundshme të të njëjtit aksident. Okej, ja, Sara, pyetje, nuk e di. Po jo, për t'ja bërë sepse nga që ndoshta nuk më dëgjoj. Sara Genzi ka një pyetje. Nisur nga ky rast, a ka do nisi një verifikim, do nisi nga informacion që ti ke gjithmonë, për të verifikuar të gjithë pallatet si janë ndërtuar, nëse mund të kenë njëjtin problem si ky pallat në fjalë. Pra, nga ajo që ke, institucionet janë, ato që duhet miratojnë Genz, po ta them unë, janë ato që firmosin dhe kryen, por për sa ku ka firmosur ne e dim si kanë firmosur, se ja ku kemi dëshminë, por a do nisi verifikim tashmë, pyet Genz Burimi, Sara, për pallatet e tjera në Tiranë se si janë ndërtuar? Unë në fakt do doja që të niste një gjë e tillë, por deri në këtë moment nuk kemi një gjë të zyrtarizuar. Në fakt ende në këtë pallat që ne ndodhemi nuk është bërë verifikimi i dëmeve, ndoshta do duhet ende shumë kohë për të shkuar drejt asaj, edhe pse në fakt siç e theksova, në fazën që bëhet kolaudimi i çdo pallati që më pas të jepet për banim, do duhet të ishte bërë edhe në këtë pallat i cili u përfshin nga flakët, por fatkeqësisht duket se ka shumë problematika në hallkat në cilat që nga leja e ndërtimit
ndërtimi që merret nga ana e firmave të ndërtimit e deri në momentin që bëhet kolaudimi i pallatit në mënyrë që të mos jemi më në situata të ngjashme. Unë këtu kujtoj para 2 vitesh një situatë të ngjashme në zonën ish parkut të autobusëve, ku për shkak të fasadës që ishte ndërtuar pallati, është e njëjta skem në fakt, thimi duhet thënë, ku mjaftuan vetëm pak minuta dhe gjithçka u përfshi nga flakët. E njëjta situatë është përsëritur edhe të martën e shkuar, në fakt ajo çfarë mjafton të bësh një vëzhgim në kryeqytet dhe mund të shikosh që të paktën ndërtimet e viteve të fundit pothuajse po përdorin të njëjtën fasadë ndërtimi, për cilën kjo është alarmante dhe përveç faktin se tashmë duke qenë se jemi përballë situatave ku kemi situata të përsëritura fatkeqësisht edhe me pasoja të rënda si në persona po ashtu dhe nga ana materiale, ndoshta duhet jetë pikërisht ky momenti që autoritetet të vazhdojnë dhe të shkojnë në një shkallë më të lartë të kontrollit të këtyre ndërtimeve dhe të bëhet në mënyrë kategorike ndoshta dhe ndalimi i të gjitha këtyre fasadave që të ndërtohet në pallate. Për çfarë se ka Genzi tjetër, Nuk ka verifikim shu, flas thjesht me kodat e mia që kam këtu në perëndim. Po ja për rast atyre filmave. Në filma keni ndodhur një aksident rënd, kia të shiritin një vjet. A ka një shirit të prokurorisë? Nuk ka verifikim shkencor, teknik nga autoritet, po prokuroria vet nuk shkon aty thjesht për parë nëse ka apo nuk ka element të një zarvënie dhe qëllim. Prokuroria është prezente ose policia hetimore? Sara? E dëgjova besoj Genzi apo duhet? Pak më parë ndoshta Genzi nuk na ka ndjekur, ne ishim pak minuta më parë në një transmetim të drejt për drejt, ku në fakt në katin e parë të pallatit vijonin të ishin punonjësit e policisë të komisariatit numër 4, të cilët në fakt në këtë momente që ne ndodhemi kemi kërkuar leje që të futemi brenda ambienteve të pallatit, pasi nuk lejohet hyrja në këtë pallat. Theksoi se grupi hetimor dhe në bashkëpunim me prokurorinë vijojnë të bëjnë hetime të thelluara për gjetur saktësisht shkakun, ndoshta do doja që përmes nga dhoma e gjumit për të përcjellë edhe një nga balkonet për cilat dyshohet paktën, për dyshohet që të ke qenë edhe shkaku ku një nga banorët e këtij pallati të ketë hedhur një cigare. Pra ky është i vetmi dyshim. Vetëm kujdes thuaj operatorit Rasmeldaja se struktura nuk mban shumë aty. Bëhet fjalë pikërisht për këto. Bëhet fjalë pikërisht për këto ballkone, ndërsa kartonat kanë qenë të vendosur saktësisht në katin e parë të këtij pallati, ku ishte edhe Big Marketi. Dhe i vetmi dyshim që ka deri në këto momente prokuroria dhe policia është vetëm nga hedhja e cigareve nga ballkonet e këtij pallati, por do të vijojnë ende hetimet. Nuk dihet më tej sa i përket pasi kamerat e sigurisë nuk kanë kapur një person i cili mund të ketë vendosur zjarrin dhe i vetmi dyshim ky mbetet deri në këto momente. Sigurisht për të ndalur tek hetimet që janë zhvilluar, teksa ne kujtojmë mbrëmjen e 14 prillit ku deri në orën 22 të paktën kanë qenë zjarri ka qenë aktiv dhe më vonë i është dashur grupit hetimor për të rikthyer, për të vijuar hetimet, ndërsa ditën tjetër të mërkurën kujtojmë se ka qenë pikërisht policia shkencore, grupi hetimor, të cilët kanë bërritur në vendin e ngjarjes për të kryer të gjitha verifikimet sa i përket asaj çfarë kishte ndodhur. Ne urojmë që sa më parë në fakt ende nuk dim asgjë sa i përket qëndrimit se ku janë duke qëndruar këto familje. Më herët Euronews Albania i është drejtuar dhe prefektit të qartë. Po tha prefekti sa se kanë daja, halla, mund të rinë tek daja tek hallat, po. Kështu që kanë të afër, mund të rinë atje, po. Por asgjë zyrtare deri në këto momente se cilat janë masat që marrin institucione që kanë përgjegjësi për të marrë ndaj personave kur ndodhen në situata të tilla. Sara Demushi, Rasmeldaja, shumë faleminderit të dyve për këtë raportim edhe pamje që sollës. Ju uroj punë të mbarë. Genz, edhe kjo puna që kanë halla, daja, kushërin ku mund të flenë nuk është një problem, domethënë. Paktën kështu tha prefekti i Tiranës. Besoj ndoqe. Rapanje, a kanë siguracione, kjo është çështje, të tjetë folklor. Sepse ai zot bëjmë atë krahasimin me të komedin prefekt Tiranës, po që sepse mos ofendohet familja, po që në këtë lloj folklori pari, ose më mirë ke filmi Koncert të jashtëm, është tur për një funksionar të lartë të shpejtë të mënyrë, domethënë. Dhe një, bëj pyetjen kanë apo s'ka siguracion, s'ka siguracion, rreth parë një të bëhet turim më vonë,
Kështu janë gjemësimet i vjen nga ciletet. E kuptoj. Kjo po dohet si për Sarën. Pra dhe një herë, nëse qeveria nuk bën verifikim, po të paktën me sa shoh, nëse policia, prokuroria. Jo, policia dhe prokuroria janë aty. Do të thënë, ta japin do jenë ato që si në Krahas Montana. Do shkosh deri tek materiali që përdor. Ta shpresojmë. Pra nuk kemi pse bie në dorë dhe Rama dje nuk ka pse thoshte të të tallesh me gazetarët, tallesh me njerëzit, thoshte jeni bërë gjithë gjitholog. Është një shkëndijë. Dhe ai ta qipigoi, sepse ai nuk është ekspert, pra në këtë rast, si në prendim, ka vetë një shprehje, është ngjarje e rëndë, është një dramë, mund të qenë dhe më rëndë, të lëm lehtësinë të punoj. Kaq, asnjë më tepër. Okej, Gens, faleminderit shumë për komentin për këtë zhvillim, ndërkohë në këto momente pritet mbri Berisha ose më saktë sapo ka mbritur Berisha në SPAK për zbatimin e masës detyrim paraqitje. Do doja të nisja pak Gens me ty pse ta kam çuar edhe nominimin. Një general lejtnant është nominuar për ambasador amerikan në Shqipëri. Çfarë do të thotë për ty kjo Gens? Në pension. Po, në pension, faleminderit. Po ende nuk është konfirmuar. Jo, është nominuar nga Trump, do kalojë në Senat, ka procedurën e vet, por fakti që nominohet dhe i pari ambasador në Ballkanin Perëndimor, se gjithë Ballkani Perëndimor është pa ambasador me ndërkohë me punë dhe ka nisur nga Shqipëria. Këtë pikë se kam verifikuar. Jo, nuk e as në Maltëzi, as Kosovë, as Maqedonisë Veriut, as në Serbi, mos gaboj. Se ishte hilli dhe iku dhe është i ngarkuar me punë, kështu që jemi në këtë nivel jemi. Dakor, po si Shqipëria po ashtu, domethënë u bën vite, 2-3 vite, apo të vendet tjera është më e vështirë. Dakor, jo nuk e di atë. Të fakt që është i Ballkani Perëndimor ku vitin do të edhe një kontraston me atë diskursin e shërbanëve që edhe po të dalin nga NATO, pra Ballkani Perëndimor ngjelet një pikë sensible për ta. Shiko, unë do të shoj diskurs edhe një herë. Nuk e mos e njohon fare të personazhit. Jo, askush nuk e njeh. Thjesht CV aty, 35 vjet forca ushtri, 30 vjet forca speciale, kështu që po. Kështu që edhe një nuk do spekuloj, pikërisht do spekuloj. Si është, domethënë duke parë CV-n e tij, duke parë dy fakte tjera, e para që Trump u propoi të emëronte para 6 vitesh përpara se të largohej si president, nuk e arriti. Fakti dytë që është një person që flet arabisht dhe një dëmër është në Katar, u shoh sot që Lirama është prapë, së përmend që prasin duhet e keni prapë atje në zonë. Ka dy vëllezër Rama, ka një vllaj ka në Beograd, dhe vëllezërit e tjerë i ka atje në Gjin Persik, është për ta mbytur vetëm në vende që s'kan demokracia, po ky është debat. Pra kur shoh dhe Ramën atje dhe lidhje Ramës, do mendoj se mbasi ke ambasador vjen pikërisht për të tregosh interesat të familjes Trump, sepse edhe njerëz sot shohim që parlamentarët amerikanë kërkojnë një hetim për zgjerrjen e interesave amerikane shtetërore me private të familjes Kushner, të familjes Trump. Pra edhe një herë mendoj se pikërisht Moskva do të tregonte pra interesat e familjes Trump, me interesat në rajon, pra Shqipëria dhe vendet e Gjit Persik, të cilat kanë kontribuar në atë fond që administron sot Jair Kushner dhe një pjesë e tij është për projektin e Shqipërisë. Dhe për një është spekulim, nuk kam asnjë bazë reale, është thjesht spekulim sepse nëse Trump mundohet kaq shumë ta emërojë këtë person, që ka Trump shpesh, thjesht ose është nepotizëm ose siç është shumë familjar që ka emëruar ambasador, ose është një meskin që në një shok, një miks që ka shumë me si Putkov, që asgjë se lidhës me diplomacinë, ka qenë në fushën real estate dhe ka bërë negociator kryesor. Pra këtë shoh pra më tepër një interes personal se sa një interes amerikan, në kohë që Amerika vetë sot që do dalë nga NATO. Okej, Gens, dalim pak tek zhvillimet e vend, protesta opozitës të premten, pati akuza për përdorim të masë të sprajt, lotësjellës, disa prej drejtuesve të PD-s përfunduan në urgjencë. Ato skena? I ke parë besoj? Kam parë për çfarë ato skena harrohen shpejt, është fatkeqësi për harrohen shpejt. Mos thuaj mua kjo është nuk e thashë. E shtata ishte si e shtata nuk po e mbajmë si mbajmë mend me numra, kështu që numri 5 dhe 10, pra që nga diktatura. Në çdo meeting akutor ke patur gjëra të tilla. Në çdo meeting ke patur kamerat nga shkuar në spital apo jo? Po. Sa ka zgjatur komenti? Sa ka zgjatur? Dhe ditën tjetër.
Sepse, dhe njerë, kjo kryengritje, nëse quajmë kështu, nuk bëhet kundra dhunës policore. Kjo kryengritje bëhet për rrëcimin e Ramës, apo jo? Po. Dhuna policore është kolateral. Që nuk është jemi, sigurisht që duhet dënohet me ashpërsi më të madhe. Por nuk mund të bësh polemik të polemikës, bëhet rreth vicioz. Nuk duhet të justifikoj, si thua, zemrimin e opozitës, kjo mund ta shufishoj, por nuk është e baza, sepse shoh pastaj që mbas gjithmonë kështu bëhet, mbas manifestimit, mbas protestës, të gjitha komentet e opozitës, duke përfshirë në një saj, bëhen pikërisht tek dhuna policore, por nuk është ky qëllimi i ngritjes. Okej, kjo është kryesore për ata që për viktimat. Po ti vetë ngritet kundër dhunës policore, ti ngritet pikërisht edhe një herë për një alternancë, për një rotacion. Pra mos harrojmë edhe një qëllimin kryesor të kësaj lëvizje. Pika parë. Pika dytë. Meqenëse kjo lëvizje nuk parim do të rrëzoj Ramën, a du të vazhdoj? Sigurisht që du të vazhdoj. Po ndoshta në formë tjetër, pra duhet gjetur një formë tjetër. Ta mbroj mendimin, si puna i kampionatit të futbollit, nëse ti fiton ndeshje, s'do lësh kampionatin, apo jo? Do shkosh deri në fund. Çfarë të formë ka? Jo, forma një kampionat forma është do të dalësh në fushë dhe ballafaqohesh me kundërshtarin. Çfarë të formë mund të kenë këta, jam dakord të dëgjoj nga ty. Po çfarë të formë mund të kenë? Më thuaj çfarë të formë mund të kenë. E vetëm e formë që mund të jetë plus, por jo ekskluzive, pra jo përjashtuese e kësaj forme të protestës. Pra, plusi është që protesta njëkohësisht të shoqërohet, e ka thënë shpesh, me alternativë, me konstrukt, me ndërtim të një të ardhmë të re pak nga ana e narrativës. Kur dëgjoj Berishën që harxhoi disa minuta rresht dhe habita në filmin që mbajti, do fliste për Orbanin sa buri i mirë që qen, më thotë ky humbi kohë e jashtëzakonshme, por gjithë Evropa thotë që Orbani nuk qe burri i mirë. E gjitha Evropa. Pse vazhdon atë pikë? Okej, e kemi si Rama, okej, ka Fideshi, Partia e Djathtë, por lëre, nuk ke nevojë të harxhosh kohë aty sepse si intereson shqiptarëve sa buri i mirë apo sa buri i keq që Orbani, apo sa Orbani me gjithse humbi thotë Berisha, të paktën në Hungari u vënë zgjedhje, të cilat asgjë. Po. Ti e di si Berisha pas alimit do ketë prapë forcë destruktive që unë nuk e komentoj sepse u shoh në Paris prapë duket fëminore. Por komentoj të që ti mbas fjallimit tënd ti Berish do ketë një forcë destruktive. Atë fjallimin tënd ruaj për një forcë konstruktive. Fjallimin tënd thuaj që me neve në pushtet, për shembull, do lejojmë s'do ketë kurrë përdorimi sprej në policinë tonë. Thuaj diçka, me diçka konkrete, diçka që çfarë do bësh. Çfarë do bësh ti si Berish, ti si BD, që sot po e sheh që Rama po e bën dhe ti nuk do e bësh. Por diçka që sot ti denoncon, premtoi fjalim konstruktiv që ti s'do e bësh. S'do lejoj kur forcën e sprajt, do ndjerë për sprajin jashtë ligjit nga forcat policore. Nuk do lejoj kur në pimin e pallateve me relef. Ku diun thuj se çfarë duash, të budalliqe. Po thotë diçka që do bësh. Nëse do jojmë. Pra them që protesta duhet, po kjo shqiponja me dy koka, protesta forca shkatruese dhe premtimet alternativa programi si forca ndërtuese. Gens, në kohën në anën tjetër ekran kemi Berishën në SPAK. Unë të përshëndes edhe të uroj një javë sa më të mbarë. Vlerësoj shumë kohën tënde, të uroj